Gjatë zhvillimit të ndeshjes mes Shqipërisë dhe Serbisë, forcat e sigurisë shqiptare kanë larguar nga tribuna një flamur me logon e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ky veprim ka nxitur reagime të shumta nga përfaqësuesit politik dhe qytetarët në Kosovë, të cilët e kanë konsideruar si të papranueshëm dhe si një akt që cënon historinë dhe dinjitetin e luftës çlirimtare. Deri më tani, autoritetet shqiptare nuk kanë dhënë një sqarim zyrtar për këtë ndërhyrje, ndërsa në rrjetet sociale po shtohen kritika ndaj mënyrës së menaxhimit të simboleve kombëtare gjatë ndeshjes. Publicisti Milaim Nela në një prononcim ka thënë se largimi i flamurëve me logon e UÇK-s nga stadiumi Ejor Albania gjatë ndeshjes Shqipëri-Serbi, e cilëson si një veprim që thellon dasitë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Ndonse thekson se kjo është kundër retorikës nacionale në stadiume, Nela kritikon mënyrën e ndërhyrjes nga policia, përfshirë edhe largimin e dhunshëm të një tifozi me stemën e UÇK-s në bluzë. Ai kujton se UÇK-ja nuk është organizatë terroriste, por forcë që ka luftuar për liri dhe ka pasur përkrahjen e NATO-s. Ndeshja mes kombëtarës së Shqipërisë dhe asaj të Serbisë në Tiranë të shtunën, që kaloi nxori dhe një herë në pan dasti që duken se po thellojnë gjithnjë e më shumë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Këtë e dëshmon heqja gati në mënyrë të dhunshme një flamuri të UÇK-s nga një tribunë e stadiumit Ejor Albania në Tiranë. Le ta bëj të qartë që në krye të herës që personalisht jam kundër përdorimit të retorikës nacionale e simboleve luftarake në stadiumet e futbollit, por heqja e atij flamuri dhe mënyrën se si u bë, la një shije të keqe sidomos në mënyrën se si u hoq. Po ashtu pa forcë të dendur të policisë që nxorën dhunshëm një tifoz shkrejt të qetë nga stadiumi, vetëm se ai kishte një stem të UÇK-s në bluzën e tij. Stema UÇK-s mund të mos ju pëlqejë serbëve, por nuk është simboli një organizate terroriste, por simbolizon luftën e një populli që ka luftuar për lirinë e tij, luftë së cilës ju bashkuan aleanca më e madhe fuqishme në botë, ajo e NATO-s. Ushtarët e UÇK-s nuk kanë vrarë as gra as fëmijë, e megjithatë jo e organizuar nga shteti, pasi Kosova nuk kishte shtet ka zbatuar me fanatizëm rregullat e luftës, duke mos kryer krime as në civil, gra apo fëmijë, ashtu siç ka bërë ushtria e rregullt serbe. Nuk ka asnjë lloj ligje apo rezolute ndërkombëtare që dënon luftën e UÇK-s apo simbolet e saj, ka thënë ai. Sipas Nelës, heqja e simboleve të luftës çlirimtare, sidomos në kryeqytetin shqiptar, përbën fyeri për gjakun e dëshmorëve dhe përkujton padrejtësitë të zhdukurit të luftës. Ai thotë se kjo po e ndihmon në mënyrë të rrezikshme kriminalizimin e luftës së UÇK-s në opinionin ndërkombëtar. Nela përmend mos reagimin e kaluar institucional, si në rastin e dënimit të Xhakës dhe Shaqerit për simbolet e Shqiponjës, duke quajtur shenja të qëndrimit të gabuar dhe të rrezikshëm, që tani sipas tij po përsëriten nga vetë shqiptarët. Në fund ai paralajmëroi se nëse shqiptarët vazhdojnë të ndëshkohen për simbolet e tyre, nuk mund të ankohen më kur të tjerë të ndishkojnë për to.